Bjeri mos tu thaf të dora, dajre gjio djaliri, so gjasht shkojë ora. Si e the? O gjasht shkojë ora. Okej, bukur, mirë se keni ardhur. Mirë se jeni sintonizuar. O ju miq tan të dashur që jeni duke na ndjekur. O Juli, kthej kokën andej se po na bëjnë jemi periudhë për socials. Bëja me dorë, bukur shumë. Ku mund të na ndiqni? Jeni duke na ndjekur në valët e Top Albania Radios në kanalin 10 në Digital dhe mund na shihni, mund na dëgjoni edhe në për website. Patjetër që po, në çdo vend që ju kërkoni Top Albania Radio, puf, ta dëgjoni. Patjetër që e ta shikoni. Patjetër Juli. Po Julian Urdha, Angelo Shkreli dhe DJ Kedos nga ana tjetër e xhamit për t'ju mbajtur në shoqëri deri në orën 20:00 ose ora 8. Pas orës 8 të tjerat I dini vet. Por na pret një rrugtim shumë I gjatë sot, një emision që premton të jetë vërtet I bukur, vërtet argëtues, kështu që vazhdoni të qëndroni me ne. Ai argëtuesa që ti mek po sa e mek në fund vetëm qeshje, bëre dalë nga vetja. Po tani do qeshim pa do çaj po. Po jo. Çfitojmë në fund të ditës. Për çajlat bigut, ne qeshim. Po edhe ata qeshin ai shkretët, po gjithsesi. Po patjetër po. Gjithsesi 3 ishin ndodhit më pikante të javës që lam pas. Çfarë ishin Tulio? Kanë qenë shumë të bukura Ha, njëherë na thuaj. Dhe është fiks nga ato momente ku ç'po na dëgjojnë vesh. Hajde, gjithë sy e vesh e ty jemi. Urno. Ishte që një turist aziatik është ngatëruar ditën e premte në Tiranë. Si është ngatëruar, ka bosherë? Po jo, vetëm të shërrit shkon. Po ngatres si e merr ti për ngatruar? Është futur në protestë serbez. Po, si të ishte në koncert. Mos saktë ai ka menduar se ishte koncert. Pse ai që ishte me valizhen dorë që po este. Ka kuptuar shkreti që është protest, ka marr valizhen, është kthyer mbrapsht. Bravo këti thon turizëm diplomatik, ha merr dhe iga direkt babum. Bravo që kam unë me këta tha. Bravo qof. E lajmi numër 2. Edhe ky lajm është për të gjithë burrat, mbani shënim se do t'ju duhet. M'duhet edhe mua, po unë jam nga ata burrat. Jo, gjithë jemi nga pak. Se di fare çfarë nga situata. Hajde një herë. Shën Valentini kaloi. Deri këtu jemi më rregull me letra. Më rregull. Por ngjarjet dhe bëmat asaj dite po vazhdojnë të bëhen publike se çfarë ka ndodhur. Si në rastin Jo, thamë që mbarun dhe loret olimpike, kështu. Si në medaljen e Julia apo ja? Ne jemi rëndësika pjesëmarrje. Po pse ne na ngritën Kush u ngrit? Ngritën rrogat e burra. Tash sa mos të merrem çipa jo. Ti që je në gjumë, ngriu. Patjetër. Pra, si në rastin e një britaniku I cili ka zgjedhur ta festojë ditën e Shën Valentinit në një mënyrë të pazakontë. Duke hyrë në librin e rekordeve Guinness, Joshua Sanders arriti të pustë të dashurin e tij plot 146 herë brenda vetëm 30 sekondave. 146 herë për 30 sekonda? Po. Ja, pa kjo është romans më vlla. Kjo është kardio. As palestër si bën. Po kush e di si ka për muskujt e buzëve ai, burr. Hajde. Çfarë bëhet? Kjo mua më kujton atë skenën ku Flori është fugon duke çuar të njerëz dhe fate, duke çuar ata në Vlorë. Po. Edhe ajo që I thot atij kinezit, datë punë tha e bëni si gjeli. Tak fa. Hajde, çef gjeli, hajde. Ne çefi gjeli 1 milion banor. 1 miliard e gjysmë kinez. 1 miliard e gjysmë kinez çefi gjeli. Por nuk e parë gjë akoma. Po, s'kam parë. Sigur të fillojnë të marrin shembull tani, Joshua e bëri 146 herë për pak sekonda, kurse ti se bën as edhe një herë çdo mëngjes. Ç'na bëre, more Joshua, ç'na bëre? Po ku të futemi ne, pse duhet të ndjekim Joshua ne? Ndjekim një tjetër për shembull. Ky është problemi, sa ai është me timon krah të kundërt, se është anglez. Po pse gjithmonë duhet marrim këta si modele ne o burr? Pudhi 146 herë për 30 sekondë. Po nuk ke shanse. Okej dos, se ti je DJ, ti lëviz shumë me mroklla. 146 herë për 30 sekonda. Pudh do ti? Jo, thot Kedos. Vetëm orën thot, po kur e kap 4 njisha. Mendon për ty. Nuk e bëjmë provë ne. Çet më pudhësh mua për çet? Jo, thjesht bëj sikur puth mikrofone, ta masim shumë me kronometër. Burrash, do ta bësh? Po unë se di ku është ky kronometër. Kronometrin e kam unë ore. Mos e vrim mendjen. Mos e vrim mendjen. S'ka gjë, ja. Jepi. Ja, jemi gati? 1. Prit. Okej. Reset. Okej. 1, 2, 3. Çike këto puthje tjerë.
Kjo sikur po ma tensionin. Sa ishte për sa sekonda? Po 12 sekonda janë tani. Po të mru puthjet. Po çe dy gjëra për herë s'bëju. Ça më ndihmuat? E shefni me dashur gra, shumë e vështirë të bëhet dy gjëra për herë. O do puthesh o do numërosh se të dyja s'bën dot. E 146 herë. Nuk e dim çfarë ka ndodhur Juli. Po hajde merremi me Joshua-t e tjerë. Dhe nga ana tjetër, ngjarja numër 3 është që një video po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale dhe pretendon se një influencer e kineze humbi rreth 140.000 ndjekës menjëherë, pasi filtri i bukurisë ju çaktivizua për pak sekonda gjatë një transmetimi live. Kësaj thotë ndryshon jeta për punë sekonda, shumë miko. Domethënë, jo se humbi ndjekës, se tha diçka gabim, por u shfaq si njeri normal, edhe thon pastaj pse shtiren njerëzit. Ja për vlla. Ta shfaqi fytyrën e vet, ikin 140.000 followersa. E kuptoni çfarë bëhet? Kemë dalun 15 mandate. Po, fiks I parti. Po, pas si merr por se gjysma votojnë. Se i shohin fëmijët që janë 9-18 vjeç. E si thoshte njëri dikur, ka për të ardhur një ditë, thashë njerëzit do mbajnë radhë se kush do të turpërohet më shumë. Mirë mbrëma Shqipëri, nëse hëna nuk ju pëlqen fare, futini një mendje top ose dëgjoni muzikën e bukur që vendos DJ Kedos. Ne jemi këtu, rikthehemi vetëm pas pak. Nëse nuk jam aty kur ti ndërron duart në kokë momentalisht. Porque Top Albania radion e dëgjon. Ke bën kurs kando e se s'ka mundsi. Jo, po kurs bejt e gjiu, çfarë kando? Hajde, po jo më se edhe kando, se ke një lloj timri. Po, e kap. Ka çokëllën. Ti ke kap ditën di kurs, po kap ritmin. Por tani është momenti për të bërë filma. Urna? Nuk jemi as regjisor, as aktor, jemi më po bëjmë as role, po. Fol për veten ti miko. Po mirë për veten flasu ana për ta për millennials, jo Gen Z. Po, ke shumë drejt. Hajde futu rol tani. Po. Do i thuash ato gjërat e bukura? Ismail Qemali dhe Isa Boletini ritakohen përsëri. Kan hapur programin Shqipëria 2025-2026 dhe do ta shohin se si është. Isa! Uje Isa! Gjithmonë me vones vjen tja derë bardh. Erdha burr, erdha. Se unë loj policia për gjomat e zit kalit. Po pse s'më the Isa, të më lajmëroje? Qa me të lajmëru burr? S'mjaftoj të rruga e kombit, po qysh ma kishe ngrit kurthin edhe në thuman. Kishe vu traun 5.000 lek vajtje ardhje, burr. Kush mëre Isa? Se di, burr, ama ftyrën tate kishte. Na pas kanë marrë fytyrën, ore Isa. Na pas kanë fëlliqër, pse s'thua ti, ore? Po, burr, ta kanë marrë, ta kanë ba 5.000 leksh. Nuk kam qënun, ore Isa. E kanë marrë pa leje. Ti e di, shqiptari nuk njeh copyright. Po, burr, Shqipëria u ba. Tash duhen ba shqiptartë. E qa ti bëj, mo Isa djali, me pamje nga mali? Ti bëj me ChatGPT, burr. Prit, se kam diçka edhe më të rëndësishme, dëgjoj këtu. E di pse të kam thirrur, ose thëritur, ose si të duash ti. Ha, burr, fol. Kaluan mbi 100 vite, Isa. Hape programin tani Shqipëria 2025-2026. Shojmi qik shqiptarët, o vëlla, hapi kamerat. Që burr, tash, me njëherë. Rogerti vazhdo në shan burr, Brikena akoma se ka puth Mateo. Isa! Jo kamerat e Big Brotherit, ore. Kamerat e Shqipëris. Fal burr, ti e vllai madh, ti e di. Më thua Isa, çfarë sheh aty në kamerë? Si është blora ime? Plot me njerëz burr, zihen për shtëpi. Kush e kap I pari e kush e kap ma lirë. Ma bëre zemrën mal Isa. Na dashka njerëzit Isa. Shkojnë të shtëpia ku ngritëm ne flamurin Isa. Jo burr, jo, shkojnë të shtëpia buz detit. 15 ditë me të ngrone me të pime. Isa, shmë thua kështu more vëlla. Akoma të ngrëne e të pire kanë mendje shqiptarët, ore. Po burr, shqiptari akoma thot, duam të hamë, të pima
e të... I themi në ande nga qolja, i themi. Po me karocën time që bë? Çfarë është bërë me karocën time, Isa? Me cilën në cilën muze ma kanë vënë? S'ka as muze Ismail Bey. E pas kanë heq fare nga muzeu, e pas kanë qunë dasëm. Qa dasme, olla, ku shumë artua me karocën time, ore? Si mësoj karocë e dylit, thone qojnë shijak, s'po marrë vesh burë. Isa! Gjde që kalova, ande nga shijaku. Fort e du Shqipnin burë, më ka zonë Maraku. Më thuaj mua, Isa, tani lëri këto. Ashtë bë Shqipëria zonjë rand, e burat e dheut, a e thrasinan? Ismail Bey, turqit nxire armën. Si këtë rgit lën? Se dim edhe turqisht e kupton apo jo. Qetëso, Isa, fute ko buren brënda, se nuk janë duke luftuar. Qysh burës janë të luftu, turqit pra. Janë të aktru, Isa. Aktor, bën këshu filma me gjasme. Ismail Bey, mos më bë filma mu. Fort pas ka ndryshur Shqipnia burë. Isa, tani turqit nuk na marrin taksa, na marrin kohën. Po t'ja e shpallë pavarësin prej tyre, burë. E shpalla, o Isa, e shpalla. Po kur e shpalla, harrovat ju merja telekomandat. Ismail Bey, ju se armiku, po në ndjegi zog. Mos se qëlloj, Isa! Se nuk është armë, është drën. E ku e la me ku në mbeti, sa shumë pas ka ndru shteti. Po burat e ditur, a i shekundi, Isa? Po burë. Ku janë? Në studio televizive. Qa bëjnë aty? Japin mendezien me njani tjetrin burë. Beteja tash bëhen me mikrofon, e jo me pushk. E s'quhen ma burat ditur, po quhen analista. Qartë. Ishkan me bëthe, jo me goj. Burë, njashtu, nga anglishtja ka prej ardhin, këtë drejt. Burat në studio e zhjen e ku vendojnë, pika që s'ju bie se nga gra të rojnë. Po shumit e atyre s'kan as gra. Me qa rojnë ata? Burë, jo se ku vendojnë edhe në kafe. Po në kafe pse, o ti, Isa? Ku vendojnë se si duhet me punu. E në fund, kush me pagu kafe. Po bëj gati një zarf të zjedhe, qoja, Isa. Po ja qoj ma mirë me e-mail, se e sigur të është që kanë internet. Qartë thua, ore. Me dituri populli përparon, Isa, kështu shkruaj. Me dituri, po jo me komente zili, burë. Isa! Se më bën të ngre zërin, do la kapi në një grip, nuk do ta kemë këtë zërin eloquent. 114 vite shtet, dua të besoj që kanë qenë kemi përparuar. Po burë, libra ka. Bukur! Po si hap njeri, se. Bo. Hapu dhe të futemi ne. O, zot! O, Juli, qa më bën o burë? Qa më bën me këto filma? Mos më fut kështu se futem shumë thellë në i përjetoj, e qaj unë tani. Ku e lam? E ku na mbeti? Na ka mbetur në Llakatund. Pra po qeshti. Ashtë me mego, fare këtë. Përshëndesim gjitha ta nga Llakatundi. E di ku i bje Llakatundi? Që rëndësi ka, unë i përshëndes. Respekt. Me dorë në zemër. Po, besoj kaninën e dita, njëse kaninën e... Po. E bëri. Chris. Po. Jeni me Angelo. Po. Respekt. Okej, kemi... Dhe s'kemi asgjë nuk kemi. Kemi reklama, kemi reklama dhe këngë. Po më dhem kaptina. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt. Është 18:32 minuta 23 shkurt. Juli, si iku ky shkurti kështu mirë? Si shkurt, si çka emrin? Bukur shumë. Mirë, patë ndonjë probleme kështu? Jo. Me tokat, me ligjet e gjë? Jo. Ne s'kemi as tokat si gjë. Do të çdoje në protest, Juli. Në cilën protest? Ti shej me fishek zjarre. Unë? Po. Jo, më isha për ditë lindje, si isha për protest. Ore, një pyetje kam, këto fishek zjarre ta s'lejohen në burr. S'lejohen pas orës 12. Po jo, ore, burr, nuk e di se si quhen, kanë një term shumë të bukur për t'i quajtur ato. Skaj se po flisja, unë nuk ishte. Kanë një term shumë të bukur që i quajnë këto teknike. Po, ja, fiks. Inxhinieri vllai. Bravo. Edhe nuk lejohen që të shiten. Tani ku i gjetën se këta kishin gjetë të gjithë ato, burr? Këto që se janë shpenzuar për vitin e ri. I kanë marrë, jo se i kanë bler tani. Po. Nuk është se futen kontraband. Kanë rënë vetë sa për ditë
vere. Me vërtet? Po dita vere kur 15 mars? Pa që atëherë keni ju nga fieri, zakonisht me 14. Me 14 është e mirë, gjithmonë nga Ju festoni i ditë më mbrapa. Po. Çdo ditë duhet festuar një ditë më mbrapa, Juri, se po, jo me turmën. Ditën e parë vjen kështu si shuplak. Shlau! 14 shkurtë për shkak. Shlau! Pritjera e festojmë nesër, më na kupton? 15 po dita beqarëve të nesër, kujdes. Po mirë, po dikur edhe me gruan time beqar kam qenë. Po e festojmë bashkë për këto. Nuk e di. Ti na jep këto idetë tua. E bëm filmin për sot. Nuk ka? Jo. Nuk do ta japësh idenë tonë. Pse apo? Paguajeni det, sot do amigo. Po ç'i ide paguajnë por un po them po t'jap kohë televizive ti s'doti. Se po se jam un prime. Jo, nuk jam prime. DJ Ketos na jep atë bazë tani do informojmë dhe njëkohësisht targetoj. Do përpiqemi shumë. Hajde japim gaz. Furnizoi makinën me naftë dhe u largua pa paguar, arrestohet i riu në Bulqiz. I rrezikoi jetën punonjësit të karburantit dhe sa ti hedh vllai tha i punonjësi i karburantit. Hidhi sa ti fust pesën e ti jap gaz tha. E pa edhe ku shkonda i 2026-ën do t'i pa edhe naftë o boss. Po jorës është rrit. Kështu thotë se ke 20.000 lekë gaz ti prandaj. Po 20.000 lekë hedha i prap se prap. Zbulohet tuneli i barit, arrestohen 3 persona, 2 lop dhe 5 dele. Koleg, nuk e ka për barin që hajt, e ka për barin që pihet. Okej, mirë, në rregull. Bordi i paqes në Washington, Trump mesazh Kosovës dhe Serbisë, nëse nuk shkoni mirë, më merrni në telefon. Ose po nuk patat ofertë, më bëni 2 erzile se ju marron. Kush e tha këtë? Hel. Qa ti vje, më. Ai nuk e di, se kam parë, më. Telefon ka, ma. Po, ka qenë lojtar dikur. Shumë i mirë. Përmbytet këndi i lojrave në Durrës, fëmijët luajnë mes ujit. Ema ne kemi luajt mes baltës dhe sa gjeti gjëja më këta. U lagën i çik me ujë këta. Virale në internet, kamerat e sigurisë regjistruan një aksident të frikshëm të ndodhur javën e kaluar në Shtetet e Bashkuara, ku një makinë fluturoi drejt e brenda një shtëpie. Kur tha makina fluturuese, e kishin për fjalën fluturim tjetër më plagë, jo për këtë lloj fluturimi me 200 orë. Qire? Direkt në shtëpi. Po mirë. Ti baleja tam ka çoj nunku. Bravo. Milano Cortina 2026 ul si pari, Norvegjia në krye, Shqipëria do të kujtoj pjesëmarrje më të madhe tani nuk ka rëndësi çmimi, rëndësi ka pjesëmarrja, kështu themin e gjithmonë kur do kujtoj pjesëmarrjen, jo çmimi. Po, gjithmonë. Andrea Pignataro u shpall njeriu më i pasur i Italisë, por nuk e njeh thuajse askush. Punë e madhe, e njeh Legu, mos ia qani hallin. Legu, lefta, ta ka një sola. Çfarë shkoi te kog tjetër kur thash lefta? Si jo te Legu. Si e vetëm leku. E unika ujin për pjerë. I ka i çik më poshtë, mbajta ande nga Greqia. Uji prandaj. Jo, uji kemi, po poshtë ka ujë, lart s'ka ujë, o Juli. Po e çoj lart pra leku. Po pse si të vje uji ty nga lart? Po var. Pse ke kështu me bolier lart akoma ti? Me pomë, me presion. Çfarë thua? Po me presion vjen nga poshtë, nuk vjen nga lart. Veçi gishtit Zorrës te Maja dhe shife. A shkon lart uj. Kjo tregon që ti ke jetuar pallat koleg. S'ke pas zorr. Jo, zorrën e kamerë s'pa më njeri më zorrën. Po kjo vetë preku ishte shumë e bukur. Kula lere se la te çmenduria në kin, po. Çmenduri në kin, të rinj përtypin ushqimin me qese në gojë që të mos shëndoshen. Dikush ti thotë këtyre që nuk përdoret për gojën qese apo për vend tjetër. O kinezo. Jo gojë kinezo. Okej, dos. Bukur do ishte të veje te Top Albania Radio Kina ti. Top Albania Radio Kina. Ose Top Kina Radio. Top Albania Radio Kina. Të vete Ketos. Tintio, Tonja, Ketos Tintio. Gjithë kinezët që po na dëgjojnë. Patjetër, kudo që të jenë, i përshëndesim. Tonja shitoja ata. Armando Broja i dëmtuar. Ja kur pritet të kthehet në fush herën tjetër. Broja është bërë si makinat e përmbytura Korane. Sa i bëni shërbim deli tjetër. Po keq e ka. Mendova se të bëni do bën 5 kilometra. Po hajt na skeç aty bësh. Milani mposhtet në San Siro, Interi arratiset në krye. Policia e shtetit bëj detyrën t'i vihet në ndjekje Interit se po na djeg skedinat. Notën e mirë Inter. Ashtu me të mira. Idiot.
player. Ku ti thuk kështu ti? Allegri, sa Bertini kështu. Ka sulmuar ashpër Cesc Fabregas. Po këtë pse? Fëmijë i tha ti djeu bëre trajner më tregon mundi. Jam nana. Kur një trajner 56 vjeçari thot një 37 vjeçari fëmijë, kupton që futbolli është i vetmi vend koleg ku 50 vjeç konsiderohesh akoma minoren. Po mira burr, minoren punë. Nëse ti je 40 e të duket vetja i plakur, mos u shqetëso. Ti nuk je plakur, thjesht je në vendin e gabuar. Po. Disa orë pas arrestimit për përfshirjen në dosjen Epstein, lirohet vllai i mbretit Charles, ish presidenti Andrew. Njoh mbretin kishte thënë. Po ti foler burri ishin kthyer dhe kështu e kishin liruar. Njohësh mbretin, da është edhe gjop. Kur të vjen president, po, të vjen edhe arrestimi. Po ishte princ. Ish princi. Po. Jo ish presidenti, se e bëre princin president. Jo, ish princi thashë. Ai do të jetë president, po nuk po e bën njëri. Pse, ke do çfarë thash, ke dos? Se ky na bën lëmsh. Hapi sistemin VAR. Habe varin, pse po jo re princ thash o burr. Nejse, princ. Për princ, Andrew s'është president o burr. Këmbimi valutor sot me sa lek blien në shiten valutat kryesore. Euro vazhdon të rri në vend numero. Çfarë po ndodh me monedat e tjera? Ky është nga ato momente ku nuk na intereson çfarë ndodh, se ne s'kemi lek. Ku s'ke lekti? Çfarë thash 200.000 lekë? Po çdo i thyej ato. Ari burri me 200.000 lekë laj thaj. Ore se ky muhabeti që s'do i thyej ishte shumë e bukur. I jep gruaja, është histori e vërtetë, kam pas te lagja vjetër këtë tipin. I jepte gruaja 200.000 lekë, aty ti kishte në xhep. Edhe ky tani shkonte ke berberi im dhe i kërkonte lekë atij. A kena i 5.000 lekë, thoshte se do iki deri në fush kruj, po nuk do ta thyj kët 50.000 lekë. Edhe nxirte 50.000. Po ti më jep një 5.000 lekë, më që mos ta thyj 50.000, edhe ky muhabeti jot. Si qëndron kjo puna, sa mos e ke shok ushtrie këtë që nuk doni të thyni 50.000. Jo më. Çka thjesht kam 50 time. Unë kam nga këto të rejat, prandaj. Okej, ti nuk e thyen. Jo. Okej, në rregull, mos e thyej sepse di çka ka ndodhur andej nga Turqia, Juli. Skandal në xhirimet e një seriali turk, aktoria 28 vjeç, do të thënë 23. S'janë gjithë 23 vjeçare të FIFA. Balerina 23 vjeçare. 28 vjeçare nuk pranon të puthet me aktorin 51 vjeçar. Ezelin. Pra, në Turqi mund të durosh 120 kusur episode, hakmarrje, burg, tradhti, po 23 vite diferencë moshe, me sa duket edhe dramës i ka ardhur kufiri. Shko, bëjmë shaka, se ky është lajm fake, por me që na doli para, po tallemi një çik. Ezel, nëse na dëgjon, merhaba Abi, se Abi e ka emër seriali që po bën Ezeli. Se dije? Sa thellë e fut. Ky është lajm fake. Jo, nuk është. Një shtëpi mode po shet një këmish me shenjë djegje nga hekuri për $1,139. Çka? Imagjino, deri tani pas sa merr plera më shumë se $10,000. Po ti drejta sa rrugën vazhdo, jepi, po ku e ke këtë koshin apo? Që baba durza. Unë jam të koshi lagje se kur shkojnë pastaj. Nuk e dim vallaj. Okej, ikim sepse këto ishin ato po merr një numër telefon do e hap. Salsano. Mbase Salsano. Okej, ikim o DJ Keto sa flasik me Salsano. Numri Salsanos. Po bëj shaka apo. 23 shkurt dhe telefonat vazhdojnë njësoj si ç'kan qenë gjithmonë. Alo. Mirëmbrëma. Telefonoj nga zyra e punës. Kam disa oferta pune. Faleminderit, por nuk jam i interesuar. Ne jemi Top Albania Radio dhe ti më duket i ke rënë gabim. Pikërisht, Top Albania doja të merret atë Top Show i smarrin telefonin. Dhe ç'janë të oferta? I mërë se kam parë Big Brotherin dhe kam plas ofertas. Kam zgjerë njoftimet e punës. Njoftime pune, do më thënë po bën rekrutime live apo si është puna? Live parë. I vetëm. Po ç'po bën tjetër përveç se po flet me ne në telefon? I vetëm ti po me emra. Unë do t'ja po ofertën. Regjistroj dhe çfarë në Big zgjedhin ve. E si do emrat i do kështu that apo i do pak me të shtrirë? Ti më thua emra në ravet banorëve. Ti kur tret më thomë në rëfimi. Në rregull, një herë pa herë, okay. Të shohim se s'kemi bërë ndonjëherë kështu nga këto. Ti bëjmë ndonjë. Atëherë po e nisim. Rogerti një ofertë. Paraditën parlament. Mazit aktor serialesh turke. Paraditën parlament, mazit aktor serialesh turke. Pse për kështu për Rogertin?
Që vetëm para këtij shane vërtet më zgjidhe qanë. Qartë. Jo për qeshur, le për ush. Jo, jam shumë okay, në rregull. Rogerti përveç se ka ofertë pune duhet deklaroj dhe divan si I bie për 2 ponësim, apo jo? Okej, në rregull, merr fry, mos u nxito. Atëherë, vazhdojmë. Greta. Greta ne kërkon Sada Shkodrës. Po? Se I kthej skeçin Unë ati shoku Xhemal. Por versioni grua. Shumë mirë. Po Marko, çuni gjeto Lucës? Marko kërkojnë të Filharmonia e Lezhës. Filharmonia e Lezhës. Hajde. Livia Livia ne kërkon ikë më të reja. Për vë një tritolit ndërtimeve pa leje. Kush e kërkonte edhe një herë? Ikë më të reja. Po këto zanoret I ke të tuat apo I ke marrë kështu me qera? Djali se nuk kam shumë kohë. Në rregull, vazhdoj. Miri. Për Miri kam një kërkesë për testuar dyshekësh. Dhe për shoqëruar persona që duan të fejnë me shkesë, por partneri nuk I pëlqen. Prit. Një minutë, se këto nuk e kapa. Pra për dyshekun, okay, në rregull, se është bërë legjende muhabeti I dyshekut. Po kjo për partnerin që si pëlqen prishje fejesa, ç'ishte kjo? Po, ja, të tregoj unë. Një është mjeshtër për të prishur muhabetin me baballarët e gocave që mbajnë afër. Kështu që nëse ty të duan me feju për s'pëlqen goca, merr Miri në vend të dajes dhe e prish shkuarsin për 5 minuta. Ke dhimbje mesi apo qa? Jam me hernie diskale. Në rregull të shkuar Zojn. Tani 2 punësime dhe mirë, ja? Okej, Brikena? Brikena është për falimentim dyqanesh ëmbëlsirash. Ka 2 muaj që thot jap 10 çokoladë dhe s'ka dhënë akoma I kafe, jo më çokolada. Po ndoshta nga që ajo e tha anglisht edhe shumica e shqiptarëve s'e kanë kuptuar. Jo. Okej. Po tan kola? Sa dasma, do ke dasma? Nuk ka oferta për dasma. Ka ofertë për call center të gjuhës kineze. Po ç'ne tani kinezë, thot. Se deri më sot ka fol pas një nuk I ka marrë vesh ç'a thot. Paktën këtu me ne në Big Brother Kina ndoshta e kuptojnë, po Në rregull. Juela në dhomë në rrëfimi. Ka kërkesë ofertë për dëgjuese çështjesh në përgjykata, por shkon edhe dëgjon çështjen për palë të ndryshme. Po ç'ne? Kështu pse ke ofertë për Juelën? Po se po rikot edhe në Prime veç dëgjon. Mateo në kërkoj në një emision tjetër, në një televizion tjetër, por nuk e di do ta pranoj si ofertë. Pse? Se është emision vetëm me çuna. Ai do emision ku ka gotë. Mirela, e kuptum. Gimbo në kërkoj për Faturino. Po ç'ne Gimbo Faturino? Se ka jetë 2 javë që është në autobus. Shumë. Po Selin? Për Selin kemi 3 oferta, kemi 3 poste. Mbledhse borxhesh, vënse gjobash edhe roje parkingu. Po ç'ne tani Selina vajzë me këto oferta, mos ja fut kot. Se të vjen dhe të thot, kam njerëz që për ty vinë të zhdukin, kështu që si lehët. Okej. Po roja parkingu pse? Se vërtet I herë mos e le aty e ti skuqzo me apo fjalën. Shëndet. Në rregull. Mali. Kordro. Mali. Ua, te konspirova emrin tim. Të kapa. E gjeta Vangel. Mali do t'i japim leje të hapi një exchange të trau të rruga Kombit. Pse? Të këmbej lek, si që këmbem batutat e ngjarit në për shtëpi. Do më thënë, s'prodhon që vetë thjesht sot ky bëri këtë, ai bëri atë. Me që jemi aty, po shëndriti? Këtë do të punoj të exchange I Malit, ku I kontrolën e lekë, janë falsa apo jo. Në rregull, po vazhdojmë. Arditi, Alessio, kemi edhe të tjerë. Këta të dy për momentin kanë ofertë për të mbajtë faturat lokale në vend të kasës. Po bën gjë tjetër, po të paktën mbajnë shënime. Qartë. Edhe në fund Stenaldo?
Ronaldo e kërkon Grida analist në vend të Currit. Kam edhe një ofertë për Monikën. Pas e kaluar dhe tek opinionistët tani. Ha, Monika. Monikën e kërkon gjykatat për shtyrje gjyqi. E drejt. E bukur jam, më pëlqen. Po rrogat i ke parashikuar si do jenë? Sipas performancës, sa më pak logjik, aq më shumë ofertë pune. Sa më shumë bërtasin, aq më shumë do të paguhen. Po sikur ta marrim këtë dhe t'ja çojmë banorëve me qenë se na e kërkove, nëse i pëlqen ndonjë ofertë pune. Ke ndonjë mesazh për ta? Po, banorë të dashur, loja mbaron, por tregu i punës sapo fillon. Se hoqare, natën e mirë dhe pa qifat. Se qa hoqi, se qa kishte, unë nuk di gjë, tha, ama dëgjuesit i morën vesh të gjitha. Kështu që ikim në muzik, ikim të në reklama, pas pak vjen dhe fleshi informativ i orës 19:00 dhe ne rikthehemi në pjesën e dytë të Top Fare. Ju vazhdoni të qëndroni në Top Albania. Sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë. Kjo është një pjesë ndryshe, duhet thënë. Po, ndryshe është. Juli thuaj ato fjalë të bukura shpejt e shpejt. Po fjalë të bukura të them. Ja tham. Po jo më ja tham. Jemi rrit me ty. Ti je i madh. I madhërishmi. Humanisti. Jo, nuk e mendova se thoshte që ti je shumë simpatik, kështu gjëra ato të bukura. S'para gënjen ai shumë. Sura mi mbrëma mirë se u gjeta. Më pëlqen shumë do të them befasoj më sakt DJ me këngën time që unë gjithmonë që u thoj nxjerr këtë këngën në storyn time. Ishi planifikuar. Marko Mengoni. Po ti mendon ta thash. Ja të kuishim oferë, kemi hulumtuar. Bravo Izzy, bravo. Sarsono, e para punës të falenderojmë shumë që mbrëmjen tënde zgjodhe ta kalosh këtu me ne. Për të folur juve që më ftuat. E para punës dita jote sot si ishte top topi apo top fare? Si e patë ditën e paske pas top. Jo, top nuk ka. Okej. Po top. Po jo fare. Okej. Ishte mirë. Top. Bukur shumë. Gjynov me uqa. Ose Alcano, a ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Dalim borxhi që në fillim. Nuk kam asnjë pyetje. Asnjë pyetje. Domethënë bëni çfarë të doni, sepse unë përgjigjen e kam dorë vetë. Okej, bukur. Ne pyetje kemi dorë. Arsyeja pse Salcano është sot i ftuar këtu, përveç se shumë të tjerave që ne donim ta kishim të ftuar dhe t'i bënim një intervistë, është Portokallia. Rinisja e sezonit të 45? 45 të Portokallisë, që kur i numëroj lodhesh duke i numëruar. Pas nesër është imagjino 45 sezone dhe një sezon ka 13 javë brenda. Kështu që maraton. Edhe ta shumëzosh 45 me 13. Sa ty sa vite tu bën në Portokalli? Unë kam ardhur në Portokalli në tetor të 2007-s. Domethënë ti bën 19 vjet i bëj në tetor të 2026-s. 19. Çfarë thuar? Dhe kam që në mars të 2010-s që jam moderator. Pse u bën? Ose më saktë 2009-s, më fal. Ua si fluturon koha ora. 2 vjet mbasi erdha unë, mbas 2 vjetësh u largua Gronllake dhe zura unë vendin. O Sarsano, është nga ai rasti ku ke hyrë me flok dhe ke dal pa flok apo pa flok ishe që kur hyre? Kam qenë pa flok që kur dola, madje kur dola për herë të parë me personazhin e famshëm Tim Gagaçit. Po. Kam qenë pa flok atë. Ke qenë pa flok. I kam pasur këtë errta këtu mbrapa, por tani më janë zbardhë dhe këto mbrapa. Gjatë këtyre viteve nuk është se është afruar ndonjë kështu klinik që të mbjell flokët. Atëherë s'kishte, mbaj mend madje një shoku im i ngushtë i fëmijërisë, që ka qenë dhe një 2 legjislatura deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Po. Në atë kohë i doli lotaria amerikane, shkoi në Amerikë me gjithë familjen edhe tha do mbjell flokët, më tha mua, dhe mbaj mend atëherë ka paguar një $18,000. Ua. Për kohën. Dhe kur erdhi kishte si qime ashuri themu. 2 ponj. 13 jo. Nuk ka pas shumë zot donator. Ajo jetë lekë dhe ishte kështu gati qerose. Ose po ti ku i le lesht? Unë i kam lë lesht zakonisht lesht lihen në punë, teatr, jo, unë i lash lesht kot në fakt. Prej plakut. Babai domethënë. Babai im s'ka pas lesh. Ose më saktë, babai im la
lesht në punë edhe I lash dhe unë. Okej. Bukur. Ne pam një teaser të shkurtër, një reklam të vogël të spektaklit të Portokallisë. Po. Dhe sigurisht kur e fjala ishte Big Brotheri. Big Brotheri, po. Dhe duhet të thënë që këtë vit keni disa personazhe që I keni pikas, I keni zbuluar, nuk e di se si funksionon, po gjëja ishte perfekte. Në fakt një nga sukseset mund të them të sezonit është dhe Bigu, sepse njerëzit duke ndjekur shumë Bigun, janë shumë kurioz për imitimet për të parë se ç'do ndodhi në Portokalli. Madje edhe vetë banorët e Bigut e din shumë mirë që do imitohen. Edhe lutem inshallah bëjmë. Më thanë që kishin në një unë se kam parë, po më thanë që kishin bërë një bisedë që kush do më imitoj mua, më duket se ky do më imitoj. Kishin vendosur gjithë ato sipas imagjinatës tyre. Po në fakt këtë u bë spoti dhe pse ne kemi një muaj që punojmë për këto audicionet e Bigut, sepse duhet ti afrohesh. Patjetër. Se kemi atë grimierin e famshëm ton, Mont Lakon, I cili shef të thotë nuk bësh ti. Do ta bësh patjetër Monti. Mirë sa tregullojmë. Po kemi janë 3-4 personazhe që do imitojnë, po mendoj që do jetë imitim perfekt. Se edhe vjet në Bigun e vjetshëm kemi pasur imitime shumë të mira. Shumë të mira. Po dhe si vjet besoj që do ketë mira sepse Selini është shumë e mirë. Ajo vajza që ka ardhur për të imituar Selin. Ky Stenaldo, Rogertin pash. Rogertin që do ta bëjë një personazh që e dini kush është? Alfredo Shabani, po. Dhe Greta pasaj Greta është Greta, domethënë Greta po luan veten, po vetëm versioni I Gretës. Ishte me të vërtet fantastike. Janë imitime shumë të mira, besoj që do bëjmë një sezon të mirë për sa I përket Bigut të Portokallisë. Po edhe në përgjithësi që mos I humb pyetjet, me që pyetje për Bigun që mos I humb pyetjet e tjera. S'ka gjë, po edhe në përgjithësi sezoni do ketë gjëra interesante, do ketë materiale të reja, do ketë mund të ketë personazhe të reja, mund të ketë, po do ketë personazhe të reja. Sepse zakonisht gjithmonë kjo pyetje është që kush do jenë personazhet e reja, a do ketë prurë të reja, do ketë aktorë të rinj. Po. Nuk është aq e lehtë, më thënë drejtën, unë e them çdo vit që bëjmë këtë sepse në përgjithësi deri vjet par vjet kanë ardhur shumë për audicione. Sa ne tash I kemi minimizuar sepse është prurje e madhe dhe asnjë nuk është ajo gjë që ju kërkoni. Ajo që duhet që ne kërkojmë. Edhe është një kohë humbur. Okej. Sepse zakonisht vinë njerëzit bëjnë gjëra TikToku, ose imitojnë personazhet që aktualisht janë në Portokalli. Që nuk kanë vlerë, domethënë. Të tipit për njëri bëj gagaçe. Po njëri bëj gagaçe. Kështu që mendoj që do jetë një sezon I suksesshëm dhe I mirë. O Salsano, është bërë më e vështirë për t'i bërë njerëzit të qeshësh në ditët që jetojmë. Jo vetëm e vështirë për t'i bërë për të qeshur, po ka ndryshuar edhe gustoja e humorit. Kur ka filluar Portokallia njerëzit qeshin dhe me gjëra që sot nuk qeshin kurrë. Në përgjithësi, siç kemi qeshur ne në kohën tonë, time të paktën, që para 90-s që prisim atë vitin e ri për të parë stratat e rrethave. Tashti TikToku e ka ndryshuar goxha. Përveç se ka ndryshuar stilin e humorit, që njerëzit pëlqejnë gjërat që s'kan vlerë, më saktë. Pëlqejnë dhe gjërat e vogla, të shkurtra. Domethënë 20-25 sekonda nuk të duron më njëri për të parë se çfarë do ndodhi në fund. Qose ti bën një video. S'ka më durimin. Po, është si puna e Barsaletit që Barsaleti është I shkurtër dhe fundi ka, se fundi ka Barsaleti. Afër asaj po shkojnë edhe humori vizual, po them që kanë bërë si reelsa në TikTok. I kanë bërë si reelsa që edhe ti scroll ti nuk duron dot. Siç është mërzitur Wizi me ne që do të na vendosi reklama tani për shkakun. Po, se çu thot ai? Po tani u sa fillova flasi tani fillova. Ashtu tha Wizi. Ne kemi Salsano po lere thot. Po mirë, nuk doja ta ngeci aty, okay, do stash Wizi, okay? Okej. Mos ma luaj skerdin lutem. Po, okay, o skerdin na fal, se na erdhi radha. Kemi reklama dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Sa bukur, shumë bukur. O Salsano gjithë këto vite, shumë personazhe, shumë shfaqje, shumë kolegë, shumë lek, shumë tender, nuk din ku çon lekët. Çfarë mungon më shumë? Nga kush? Nga Portokallia. Çfarë më mungon nga Portokallia? Një personazh që ka një periudhë, që nuk është më një koleg. Me thënë drejtën, kolegët që kanë ikur kur un kam ardhur, se kanë qenë për një periudhë shumë të shkurtër, ato që kanë ikur nuk është se kanë pasur një lidhje shumë të fortë, qoftë miqësore dhe qoftë artistike. Skenike, po.
Koleg nuk më ngon asgjë një herë. Paktën e them me bindje këtë. Më mirë se sa. Jo, se ishte shaka kjo. Njeriu përshtatet me kolegë të rinj. Madje mua më vjen mirë gjithmonë që momenti që u bëra moderator madje, gjithmonë të rinj personazhe të reja që vinin e freskonin Portokallin. Janë ca që kanë ngelur, kanë mbetur nga të vjetrit, po ata janë personazhe ikona që akoma nuk janë mërzit publiku, se po të ishin mërzit, besoj do kishin ikë dhe ata. Edhe unë në këtë rast. Po ne vazhdojmë të qëndrojmë akoma stoik, sepse kemi akoma për dhënë. Cila është njësia mace? Pra si e ma ti që nuk po të rishet më? Shikueshmëria. Po në YouTube ti s'mund ta shohësh atë, se për shembull e kam parë njerëzit në televizion. Është një pjesë e shikueshmërisë. Sigurisht tani është një simace edhe YouTube-i, sepse edhe vetë televizionet e shikojnë që programet që se si mund të ecin në YouTube, domethënë se çfarë po them pritshmërie ka publiku dhe çfarë ndjekje ka publiku nga YouTube-i. Pasi në YouTube është përcaktuar fasho e njerëzve që e ndjekin. Janë 15 deri në 35. Ata që janë shumica. Pastaj ata që rriten, po duke llojitur rrethet që në përgjithësi jashtë Tirane, shohin televizor. Shohin televizor shumica. Sepse se mos ndihmër kur është sezoni janë gjithë në shtëpi. Janë gjithë në shtëpi. Pranë sobës, pranë qytetet e vogla, jo vogla, po jashtë Tiranës të vogla janë gjithë. Elbasani, në 8-9 mbyllet gjëja. Po, patjetër. Te çfarë do bëjnë lart të shohin Portokallin? Po çfarë do bëjnë? Po, siç ka qenë një në Selenic, në kohën e Enderit, Selenic të Vlorës. Të Vlorës. Kishte familjet ishin me shumë fëmijë. Po. Dvarfër të gjithë, po me shumë fëmijë. Po çfarë do bënin ata? Dhe shkoi sekretari i partisë e tha, atje ishte ka qenë në miniera e bitumit, dhe shkonte treni. Kuptoj. Po treni shkonte 12 natës, 11 natës, dhe ai trenisi gjithmonë i binte Boris. Dhe tha, "Ore, pse keni shumë fëmijë?" Po vjen trenisi tha, "I bi Boris, ne zgjohemi çfarë do bëjmë?" Në Kalamaj tha, "Çfarë?" Do të shkojmë Selenis Juli. Ja se s'ka trena në Shqipëri, ka me këtu. Me tren, jo kështu. Po ne s'ka në Shqipëri, se u bë me Kalamaj gjithë. Po pra, shqyr s'kemi trena se do ishim interesante. Po tani do ishim populleri, më saktë. Ose në gjithë këto vite shumë emisione të tjera humori nisën, u zhvilluan dhe përfunduan. Çfarë ka ndodhur me Portokallin që nuk po përfundon? E para punës se nuk ka fund. E para punës është Top Channel. Po, sepse programi është një program mund të them gjigant, sepse është Portokallia është institucion me vetë brenda topit. Duke llogaritur që nga fuqia ekonomike që duhet kesh për të mbajtur program të tillë, dhe unë mendoj që kjo është kryesorja, sepse njerëzit që bënin programet e tjera në televizionet e tjera, gjithmonë ankoheshin që janë shpenzime shumë të mëdha dhe nuk i nxirnin lekët e tyre. Dhe nuk i merreshin mbrapsht. Kurse Topi si një fuqi e madhe mediatike, e ka suportuar Portokallin gjithë këto vite, e don sepse është brendi i saj, edhe nuk do ta humbi, edhe nëse ka humbje. Edhe nëse është me humbje, është si puna e një ekipi futbolli që edhe nëse nuk fiton kampionat. Po ekip futbolli Brazili. Po. Ose Hollanda. Po. Se do të ka shumë futbollistë. Shumë. Në këtë lojë olimpike edhe u shfaqur shumë. Ekrani është topi që ai që ka mbijetuar. Jo për shkak të talentit apo sigurisht që talente shumë të mira, sepse topi ka mbledh gjithmonë më të mirët. Patjetër. Por besoj që kjo është kryesorja, fuqia ekonomike që ka televizioni për të mbajtur një program i cili mund mos jetë me fitim. Po ka një fitim shumë të madh në publik. Bukur. Dhe nuk mendohet një e diel pa Portokallin. Është bërë kështu. Jo, është traditë familjare, edhe 31-shi është traditë familjare. Vazhdon akoma që kur mbarojmë ne kur do filloni. Gjithmonë thonë njerëzit e dinë shumë që fillojmë në mars dhe në tetor. Ose ata pasëm kur do filloni. Quhesh i mirë paguar ti? Po. Quhesh i mirë paguar, për shembull. E ke bër divan të del në fund të muajit për shkakun që del një tuf. Si del? Një tuf lekë që thua vëlla, po këto si ti shpenzoj. Nuk besoj se është pyetje që ka një përgjigje kështu standarde. Varet nga muaj. Jo, muajt janë njësoj në top, gjithsesi. Madje mund të them që besoj un kam dëgjuar shumë gjëra, po kam u bë gati 19 vjet atje. Dhe nuk është zvonuar një ditë rroga në Top Channel. Kështu që ky është një kompliment shumë i madh për kompaninë tonë.
se çfarë dëgjojmë në për televizion të tjera. Ne tani morëm ato të verës Vajzë si ke standardin e jetës, se si ti e krijon. Në shumë vite ne kemi pasur fatin e mirë që dhe bënim përveç Portokallis, bënim dhe shfaqje tjera në teatr, në film, apo koncertet e famshme, sepse tani është zvogluar pjesëmarrja aktorëve e komikëve në përgjithësi në për por dhe këto si përmanet private të tipit stand-up komedi që kemi bërë, domethënë këto janë gjithë ardhurat ekstra, kështu që ti nëse krijon një standard, atë do shikoj që rroka nuk të del. Okej. Kështu që nuk kam një përgjigje të kur deklaron divan, se duhet ta deklarosh atë tani. Po ku e diti, ma i një punësuar është? Po i një punësuar, po e kalon apo jo? Jo, kam qenë dy punësuar, po tash jam një punësuar. Ta nuk e nevojë ta deklarosh. Lodhen gishta duke shkruar zerot, Salsano? Se thotë të shkruaj shumë. Nuk ka shumë zero. S'ka shumë. Jo. Dgjoj, un kam i të mirë, se unë kam namin e mirë për lek, po në fakt bëj një jetë mesatare. I jep borxhe? Jap borxhe po. I merr. Sa e vështirë është ti. Po shumë e vështirë është për të marrë borxhet, se ai tjetri të vjen me zemrën në dorë ti. Po kemi marrë borxhe, nuk është se vetëm kemi dhënë, kemi marrë. Po shqiptari jemi dhe ne. Domethënë jemi akoma borxh me bankat, kemi edhe ca vite për të larë. Salsano, ke ndonjë ambicie tjetër televizive për vitet që do vinë më vonë? Si e she veten? Unë mendoj që kam arritur një kulm në Portokalli. Paktën për natyrën që kam, pavarësisht se mua m'pëlqen shumë teatri. Sepse ju e dini dhe se jeni aktor vet, kështu që duke dashuria për teatrin është dashuri ndryshe nga çfarë merr ti nga televizioni apo nga filmi apo nga gjërat e tjera. Po ambicie televizive sigurisht që unë kam pas gjithë kohë dhe gjithmonë njerëzit kanë një plan B sepse mbyllet programi. Patjetër. Ndodh një gjë që mbyll programi sepse nuk i intereson me televizionit. Dhe siç janë mbyll to programet e tjera, edhe ti duhet mendosh për një plan B televiziv. E kam menduar një plan B, po deri tani nuk më është dashur që ta un kam eksploruar edhe para ca viteve bëra një program në Top Channel, Qesh mirë ku qesh i fundit. Që është një format shumë interesant. Dhe nuk mund të them që nuk mund të them që dështoi, po nuk mund të them që kishte një sukses të madh, sepse ishte në një periudhë vere, mbas Big Brotherit. Nuk pati atë publicitetin e duhur dhe njerëzit nuk e kuptuan, për shembull ata që shikonin serinë e dytë nuk e kuptonin çfarë po ndodhte. Ndërkohë ishte një program shumë i thjeshtë që si me qenë të tregtuar dhe themi që për 10 minuta s'duhet të jesh asnjë kush, që digjet paguan darkën për shembull. Po, ti që aty do fillosh që ti përqesh, u dogjet. Juli, darkën pastaj se kemi reklamë. Aty te legush, kemi reklam? Po, reklamat i kemi dhe i duam shumë. Atëherë pse kaq vonë kemi kaq shpara që flasim duhet. Ikën ora kur jemi këtu. Salsano kur të rikthehemi kemi ca gjëra të bukura. Edhe unë shumë mendoj që do ketë gjëra shumë bukura. Pati, Milion s'ka parë fare dhe ju do bëni vetëm pyetjet. S'ke parë gjë akoma. Patjetër unë çfarë nuk pres nga ju. Ikim rikthehemi se Jemi rikthyer. Dile se këto këngët poezia Salsano sot. Për gjithë që jeni në makinë. Si ishte kjo? Këto këngët poezia Salsano, thashë për gjithë që jeni në makinë. Po diske pse tregon se po të them pastaj që sa paguso pas ka qenë ai DJ. Salsano të ka marrë malli për Rikoshetin? Po, më ka marrë malli për Rikoshetin. Ka qenë një emision që e kam bërë me shumë dashuri për gati 12 vjet. Ka qenë emision shumë i ndjekur. Ka qenë kryefjalë në Top Albania Radio, për sa i përket emisioneve satirike, sepse Top Albania ka emisione shumë të mira dhe që janë satirë dhe humor, po ka qenë një emision vërtet shumë i mirë sepse e kemi testuar këtë në vite me radhë. Madje ne kemi bërë një testim një herë atë që ka bërë dikur moderatori italian Po s'ka gjë, nuk dohet duke na dëgjuar. Edhe po s'ka problem, po e ka shumë një orë prandaj. Po mirë. Ama thënë se pse harrova emrin aty unë. Po. Po më s'ka problem. Ka bërë Sanremo një kusht sa herë, po bën një emision në Rai 2, e ka bërë dhe
ka bërë emision mëngjesi. Okej. 8:10. Po, që është bosh. Dhe në një nga emisionet e tij tha, nëse jeni duke ndjekur emisionin tim, kush është nëpër makina të nxjerrë dorën nga xhami dritares. Po. Dhe kishin vënë kamerën në çdo kryqëzim siç ka kamera Italia, dhe gjithë Italia ishte me dorë për jashtë. Fenomenale. Dhe ne kemi bërë një testim, njëri që kush po ndjek rikoshetin, ti bie borive. Po. Dhe na erdhën shumë video ku Makinat i zotë ishte ishte kështu me full gjithë borit. Ka qenë fantastike. Ishte shumë e bukur. Ka marrë malli për atë program, po. Fiksat herë është për plas babim me makinë. Se gjoj vetë bori e dhidha gaz. Më thanë, çfarë po do? ka qenë po që Sa një gosh. Dia ishte nxjerrë dorën babiot më duket. O Salsano, përpara se të arrimte ajo loja që kemi ne, nuk e kemi si ajo e bukur ajote, e kemi çik të bukur edhe ne. Po, ti e ke më të Ska lidhje, ju keni të bukur në mënyrën tuaj. Kemi ca të rastis kur të intervistojnë të bëhet tema shumë serioze ose të prekin një anë tënden që nuk e shfaq në televizion ose në media. Po, më rastisht edhe unë i shmang gjithmonë këto gjëra. Nuk i ke qef këto. Jo fare. Po gjithatë ju pyetin, Jo, këto janë pyetjet e Julit. Hajde Julo, s'ka problem. Do pyesë Për herë parë do flas unë një do flas unë, jo në shmang. Kur ke qarë për herë të fundit dhe pse? Kur kam qarë për herë të fundit? Po. Për herë të fundit kam qarë para 2 ditësh, po shikoja AGT, American Got Talent, me një talent që këndoj. Po. Dhe ai çau dhe. E sheh sa i vlerësojnë. Çash për Ja sa i vlerësojnë artistët. Jo, unë qaj pak. Unë qaj kollaj, në kuptimin jo që jam i ndjeshëm si natyrë, jam gaforë dhe jam i ndjeshëm. Gaforre qershori apo? Gaforë korriku, 20 korrik. Sa vjeç je ti Salsano? Nuk preferon ta thuash, ë? Nuk e qef. Sa vjeç ishe para 19 vitesh Salsano? Mund të ish internet. Jam mbi 50, kështu që. Je mbi 50. Po cili është sekret? 9-60. E dia. Ka dhe ca vite për pension. Ti sa e dia të e dia të Barsaletën. Po mund mos ta di, jo, nuk e di. Barsaletën me ishte ky që intervistonte dhe kap një plak të moshuar aty. E i thot, "Gjyshi, cili është sekreti i rinis përjetshme?" Unë kur kam qenë 35 vjeç kam shkuar me i burr tha. Jo, gjyshi, sekreti i historisë. E kam treguar në radio këtë, nuk e di dogji. Me vërtet e ke bërë ti? Po kam treguar në radio thash. Këtu. Në emisionin tim sigurisht. Okej. Ta bëj një ndryshe. Jo, nëse ka një gjë të keqe që kam unë është ta tregova. Si me nder muhabeti ta rries. Okej, Tina e bëre kështu, lum fare. Po vazhdojmë se fillojt më herë. E di si mua bëhet. Jo, ka pa herë këto djerjet. Edhe puna jote për pjesën e ta lidhet e rinia, bursa na bëre lëmshta. Hajde vazhdojmë me këto pyetje të Julit. Po ke rinia, po sa kam qenë kur kam qenë 39 vjeç. Jo. Ishte 35. Po gjë ka treguar me 39, prandaj. O Salsano, kam qenë 22. Frika jote më e madhe që publiku nuk e di. Frika më e madhe? Frika ime më e madhe është që mos vdes pa u rritur vajzat e mia mirë. Okej. O Salsano, e ndjer ndonjëherë i vetmuar edhe pse publiku po qeshte me ty në sken? Në sken. I vetmuar? Po. Nuk ke pasur boshllëqe nga. Po jam ndjer, po. Se mos ku bëja monologje. Do të thotë ti e bëje mekanikisht atë gjën, duhet ta pranojmë ndonjëherë që e bën mekanikisht skeçin, tekstin, publiku është gajasur duke qeshur, po ti brenda vetes ke qenë kompletau. I vetmuar. E kuptova ndryshe. Kam qenë, po, ka ndodhur raste ku partneri përveç se kishte shmangur provat, po nuk bënte as tekstin sken. Edhe unë që detyrohesha që të sforcohesha duke sjell në vendin e tij tekstin e tij dhe unë pastaj tekstin tim. Që bëj edhe tekstin e vet. Dhe mbasi mbaruaj ajo, del partneri dhe më thotë që pse s'ma the batutën ti mua. Do të bëri sulmin për gjithë gjën që kishte ndodhur. Mbrojtja më e mirë sulmi. Nuk është në Portokalli ai. Jo më kohë. Se kam një gjë që mund ta di. Po hajde nejse. Një moment i jetës tënde që do doje ta përjetoje sërish. Daljen time të parë në Pallatin e Kulturës. Po jo kur ishte nata finale e etheve spret në Brëma, por kur dola për herë të parë, që përgjithësi njerëzit nuk e kanë pa atë, se unë me personazhin e Gagaçit kam dalë 2 javë përpara se të ishte finalja. Okej. Dhe Adi Krasa shkonte në sallë dhe
merrte intervista që njerëz që dinin të këndojnë apo jo, sepse ashtu ishte programi. Dhe u sajuaj që do më merrte edhe mua dhe unë do mbash goja. Okej. Dhe gjithë njerëzit kujtohen që mbash goja vërtet. Gjuna fjalë. Po, ka thënë gjithë gjuna, domethënë shumica nuk qeshte se erdhi keq. Dhe kur mban finale atëherë kuptuan që ky pas ka qenë. Dhe aty tha që aktori i teatrit Skampa të Elbasanit do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm dhe ajo që duhet përjetosh që të nesërmen e asaj dite, unë dola në rrugë dhe më njifnin gjithë. Fuqia e medias që ka pasur. Po, se ishte i vetmi program atëherë në RTS dhe në Telesport, ka qenë Telesporti i kishin kështu join venture në fjalë Binjagzim, si Binjagzim, po. Binjagzim me Lazio. Dhe ishte i vetmi program që atëherë s'kishte filluar as TV Klan as Po. Dhe ishte i vetmi program që është parë nga gjithë shqiptarët. Edhe unë nesër njihnin gjithë. Ajo ndjesi doja ta përjetoj edhe një herë. Tash njohin gjithë. Po pra, njohin, po ajo ndjesia kur ti bësh, kur kalon atë vizën është shumë nuk e di që je, po. Shumë e bukur. VIP pastaj me tik blu. Po jo VIP bigu. VIP me tik blu ka dhe me 9800 ndjeksa, kështu që. Po, ka. Ja do të me 1000 tani. Yli bëj dhe pyetjen e fundit kalojmë te loja pastaj. Salzano, kjo pyetje është vërtet e vështirë. S'ka problem. Je duke ngrënë. Prit. Ulja pak Kedos bazën, se është un po bëj vetëm një simfoni. Po, un po bëj një saksofon. Ti po bën domethënë atë instrument, po. Bazën muzikore. Bazën. Po. Jepi. 1, 2, 3. Je duke ngrënë. Je vetëm, por ballë teje vjen edhe ulet vdekja. Mbaro thot sepse ka ardhur momenti që të nisemi. Çfarë i thua? X. Edhe kjo pranohet. Dgjoj, besoj që minimalisht do urinoj nga frika. Vërtet kem kohë të flas, po. Përderisa kam vetëm buka në fyt, po. Jo, s'do hap bukë më. Absolutisht. Nuk do të thënë. Ai më mbaj më atë. Nuk më pëlqen të vdes, jo. Po kujt i pëlqen të vdesi? Ka njerëz që i pëlqen. Po, ata që janë të mërzit. Okej, na rikthe prap, do na vër pak bazën sepse tani do të luajmë. Elona princess kemi mbaruar. Elona duro. Kemi Big Brother Radio? Po, pas pak. Se ikën se bëjnë vetë kanopë fare. Pyet vetaj. Okej, Kedos na vendos bazën sepse Salsano. Bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje, ku ti duhet të përgjigjesh me një fjalë, por nëse thua 2 ose më shumë, ne të rikthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Mos. Kjo është me gatrim teksti. Loja fillon tani. Je gati Salsano? Gati. Gjëja e fundit që hëngre. Buk. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. Salsano i ka fshon thonjt? Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Salsano i ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët e tua? Gjithmonë. A të pëlqejnë komshitë e tu? Jo. Salsano. Po, ai zi djalë. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonz? Jo. Digje shumë në verë nëse po, a luhesh me kos? Jo. Kosi hajt apo pijet Salsano? Pijet. E bukur apo e zgjuar? Është ajo Salsano. E bukur. A je i lumtur Salsano? Po. Para, dashuri apo pound? Edhe një fal. Para, dashuri apo pound? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e parë? Salsano, të pëlqen ushqimi kinez ose po do ta hajë një zhapik që moderon? Jo. Jo, okay. Më mirë të thot zemër, shpirt apo Salsano, a shan kur she lajmet pi? Po. Salsano i ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Patjetër. I bie ndonjëherë qylit? Jo. Hera e fundit që e skuqur nga turpi? Kacako. Para 2 ditësh. Po para 2 ditësh 2 fjalë. Ja dola. Vetëm me natura nga kaluar këtë lojë. Nisë se sqarimi nuk është Kjo është me futboll. Ma daj, tani ma daj. Hajde, ishte shumë mirë. Salsano, gjëja e fundit që s'hëngre. Kos. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. Salsano, i ka fshon gishtat e këmbëve? Po. Je kokfort nëse po mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Salsano, i ke lënë ndonjëherë? Po.
Të pëlqente Salsano? Shumë. Salsano ke ndërmend të derë sot të bësh tap llonzë. Jo. Digje shumë në verë nëse po. A e lyn kokën me kos? Po. Salsano kosi pse pihet dhe nuk hahet? Sepse Salsano, je i bukur apo i zgjuar? zgjuar. Salsano, a je i lumtur? Po. Para dashuri apo pound? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e parë? E para. Ku ishte puthja e fundit? Shpar. Bukur. Më mirë të thot zemër, shpirt apo A shan kur she lajmet? Pi. po. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e triko, Salsano? Sigurisht. I bie ndonjëherë qylit? Jo. Hera e fundit që e skuqur nga turpi para 2 ditësh apo jo? Po. Të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe. Jo. Salsano, hera e fundit që the më fal. Elita Një 5. muaj. Një muaj është fjalim. Muaj do thotë. E eci be, okay. Një sekondë, kjo është muhabet kot tash. Po si mund thuash një përgjigje? Muaj. Muaj? Po. Si muaj? Muaj ka Po shumë se muaj. përgjigje muaj, nga ana gjuhësore nuk është mirë. S'ka Kjo shumë është amër me këtë. Ta Po me kaq. Do i ftojnë emision, do shikojmë është dahani. Bëj aty këtë pyetje me seksi. Ti ke tomla. Ej Salsano, hera e fundit që gënjeve. Sot. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Po. Salsano, nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe? Ujk. Au! Gomar. Punon shumë. Më Jemi, mirë Juli. të duash apo të duan? Të dyja. Vajles, dy fjalë janë. Po çati vaje Të duan dy fjalësh, të duan. si filloi nga gaçe. Të duan. Salsano, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Kujdes. Quhet pyetja ta bëj edhe. Do të them, me kë nuk do doje të shihnin, shihnin Të as shihnin. në ëndër. Me sh. Po pra se Të prandaj shihnin, Po po, me të pak. Me atë. Me atë, okay. atë. Edhe kjo fjali është. Ke qeshur ndonjëherë në varrim? Jam dhjesht. Pa erë, e theksoj. Salsano, çfarë bën kur nuk ke çfarë bën? Ta thuash, thuaj, ndaj këtu me shokët. Pun dorë. S'kam çmë. S'le ke dashi. Nëse do të zhdukesh për një ditë, ku do shkoje? Pyll. Pse do thoni ju? Parusha. Sa vjen për ta rehat. Salsano, nëse do të mund të dilni në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, me këtë do dilni edhe pse këtu mund të thuash emër mbi emër dhe arsye. Ishte të un pa i shkret. Me person të famshëm. Po, në gjithë historinë e njerëzimit. A di sa ke? Gjallë edhe të vdekur. Kujdes i ke latrin e njërin. Këtë duash. Me Jezu Krishti. Çdo ti thoje. Po ti o burse. Pse bën kozë? Fale zot se s'di ç'thon. O zoti më. O zoti më. Jo, kjo ishte shumë shaka se po mos ma marrin për tezë. Po, Po jo, jo, besoj në Zot. ti humor do. Do doja të isha me Epstein. Ne distancojmë nga memet që mund të flasin. Distanconi. Epsteini shqiptar. E di pse? Ta bëja copa njeri edhe mos i gjen në Bravo. shtëpi. Duar Drogasi Prandaj do për doja. virtytet që ka Salsano si njeri. I njerëzit Salsano është shpëtimtar i njerëzimit. e njerëzimit. O Salsano. Prandaj lidha me Zotin apo Ishte 3 batuta para ti, pse kapën tekstin. O Salsano, të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kalosh këtu me ne. Shumë komplimenta për emisionin, se
sepse e bëni vërtet bukur. Është një emision ndryshe. Është komplet ndryshe nga imi. Mos harroni të mërkurën, është live Portokallia për gjithë që doni ta shikoni në studiot e Top Channel Kashar dhe të dielën në orën 20:00 pasi keni bërë dushin. Po, në ekranin e Top Channel patjetër. Tani kemi Elona Duro. Eja. Elona Duro, hajde Elona, hajde vjen me vrap. Zoti nuk më ndan zoti nga ty, nga Italia direkt erdhe. E veshur bukur. Kam energji dhe elektricitet. Po Elona sa bukur që ke sot me Ros. Pinger. Elona sa po bëri salsano të dridhet. Sa kam ardhur nga Italia dhe kam bler shumë rroba të reja. Sa pse gri brenda? Gri? Jo me nude janë besh. Ha ta ngrit. Jo jemi përballë. Pati një barsalet me një gjoks. Që nga ajo ditë. E pa çunat nuk bën test barsaleti, kështu. Jo, po e nisën ato ti ja. Po. Jo, unë thashë test me mua që të më ashtu ata. Zemra vetëm thuj. Doni barsalet me çfarë doni? Na thonë një të bukur. Çfarë doni? Me pak kripe duhet. Me krip? Po. Të ketë krip brenda. Apo ti me krip si Si duhet vetë ketë krip. Gjithë çuna Aja si pra poshtë, amren e diti. Ne imajin që me gjoks, po jo atë që i ke thënë Elonës. Me gjoks. Me gjoks. Barsalet me gjokse? Ama e ka thënë 2 nga emisioni me gjoks. Po të thonë një të tërë. Po doja ta thosha ke emisioni im. Po gjithë atë po e jap emisionin. Faleminderit. Se do presin ne të dy dhe prapë do duket sigurisht. Por ju jeni dhe afër ju. Dy shqiptar që punonin jashtë shtetit. Në një nga këto vendet ku ka shumë brazilian dhe hollandez. Po. Edhe duani shkonin në shtëpi publike sepse ishin deri këtu me hormone, qafa ishte trashur shumë. Edhe kishin nga 20 euro. Edhe shkon atje ke ajo shtëpia ku ishin këto gocat ke dyqan, ke këto Red Light District. Po. Edhe doli ajo pronarja. Welcome. Duam 2 femra, po 150 është minimumi i çmimit, pavarësi nga cilësia. Çfarë në 20 euro kemi thënë ato? 20 euro tha për jashtë. Po nuk ikim ne, jemi shqiptarë, nuk ikim. Po u keqja, dakord i tha, më prisni këtu. Vajti mori 2 kështu tollumbaca femrash. Futin 2 si femra, po tollumbac. Ja futin nëpër krevate, i fiki dritat, një dritë lehtë fare, ja futin nëpër krevate 2 tollumbac atyre. Dhe futin tha, ke 3 dhe ke 7. U futën këta. Edhe dolën, mbas pak. Mbas një 7-8 minutash. Pas pak. Edhe ishin të çuditur, edhe dolën nga aty dhe po ecin, s'po flis fare me një tjetrin. Edhe, si? Mirë tha ai, po këtu ajo imja tha ishte shumë e ftohtë, tha, s'lëvizi fare. Po jo tja, ajo imja ishte magjistare tha. Po pse? Unë e kafshova ke gjokse tha. Për vetëm 20 euro. I bëri dhe magji. Me 20 mund të vajtëm fiera. Me gjoks ishte. Gjoks poshtu. Që e kafshoj gjoksin. Se u bë gjoksi. Edhe një pije që keni u gratë. Po do ta mbyllim. Kështu fluturon ky emision. Shumë shpejt çfarë kemi Big Brother Radio. Sot është me Lornën, do jem duke biseduar, do je pa është Lorna. Si është kënga Lornën, si ka këngën ajo që e kënon gjithë? Sa ka Nuk e di po me gjoks nuk e ka. Ka Lore atë. Me Lorna. Dhe gjithashtu do lidhe me Kosovën se shndrit lumi dje, shndriti që është në Big Brother ka treguar një histori personale shumë prekse dhe do doja të lidhesha me Kosovën me mikeshën e tij të ngushtë. Ku diun ta risillim dhe një herë si ngjarje dhe si një mesazh të fortë kundër bullizimit. Nuk i duron dot se ti qan me këto. Edhe do presim lot sot Big Brother Radio. Sot kemi në tokën time e diti sa e prekur jam ato. Nesër do vish emision apo? Nesër do vi bashkë me Egli Takon. Do jetë Egli Takon. Po sa bukur se Egli Tako sonte është në shtëpinë e Big Brother. Po bëhet një juri për të zgjedhur Miss dhe Mr Big Brother. Egli është aty. Edhe na lidh, është vazhdon se Është vazhdon se Liplari. Sa më çfarë bën, me çfarë do ja bësh lojën kësaj me këngë apo me aktrim se ai më të dyja. Në fakt ka vendosur kështu. Do vë në vend fjalës këngë do vë në vend fjalës seks do vë këngë dhe në fjalës strasti do vë aktrim. Do
shtrojmë Më nesër. kishte shkruar njëra, ja çova Eglit, më kishte shkruar njëra, të lutem sa në vend të a mund t'ja bëni atë rubrikën Egli Tacos dhe në vend të fjalës seks vendosni fjalën pilaf, thosë ajo vetëm pilaf gatuan. Po do vetëm pilafa apo ka ardhur. Nesër pilaf në ndryshe. Bukur shumë, bukur Pilavin shumë. me misha me salciçe. Edhe një herë të falenderojmë shumë. Janë lezetshëm tash. Dëgjojmë të hënën e ardhshme. Elonën e keni pas pak në Big Brother Radio, ndërsa nesër ndryshe. Ndërkohë nga ne, natë e Jo, mirë. nuk na ngel gjoksi. Natë, Natë.